الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashurit e mi, vllazën xhamatli shumë të nderuar dhe të respektuar në këtë ditë feste, që është festa jon, festa e besimtarëve tanë, festën të cilën na ka legjitimuar Allahu dhe na e ka kërku Muhammedi alayhi salatu wassalam, festa Kurban Bayramit, që është festa sakrificës, edhe e falenderojmë Allahun që sot e falëm edhe Kurban Bayramin, inshallah Zoti na e bën kabul, edhe na e pranon edhe të njëjtën kohë sakrificën dhe angazhimin që e bëjmë për hir të Allahut. Porosia kryesore e kësaj feste është që veprat duhet t'i bëjmë për hir të Allahut. Thot Allahu me Kur'an, thuaj ti Muhammed, vërtet namazi im, kurbani jam, jeta jam dhe vdekja jam është për Allahun Dhul Gjelal. Për këtë arsye të dashurit e mi, derisa na sot e krytëm këtë obligim edhe të gjithë së bashku e falëm namazin e Kurban Bayramit, une nuk dëshiroj t'ja zgjati shumë në mënyrë që është ditë feste dhe të gjithë t'i kryjmë ziaretet tona, të gëzohemi me familjarët tanë, edhe të adhurojmë Allahun me tekbire, edhe të e lutë Zotin me na udhëzu e me na shpëtu prej të gjitha mëkateve, sidomos prej këto ngjarjeve të fundit që po ndodhin në përbot, që shpesh herë edhe neve po na mërzitin e po na shqetësojnë, madje me plot kuptimin e fjalës, ato ngjarjet të cilat janë duke ndodhur në Gaza, është shumë e rëndë për njeriu, hiç pa qenë musliman, neudhu billah, veç me qenë njeri, automatikisht shpirti dhe zemra e njeriu vret edhe shqetësohet, edhe thu me plot kuptimin e fjalës, pas ka vdek njerëzillaku. Inshallah Zoti pështon ata vllazën, e Allah i ka në dorë, kur i sheh ato fotografia të pamët lahtarshme, cilët janë cak njerëz të pafajshëm, fëmija, gratë, pleqë, gjithçka që ka frymon, edhe gjithçka që ka është e jona shkatërrohet pa të drejtë, po më kujtohet një fjali apo një amanet i Hasan el Basriut, cilin ashta nuk e keni një, por nëse keni një, le tjetë për kujtim, nëse nuk e keni një, mësane për i meje, se ju vynë. Para se me vdek Hasan el Basriu, pas ka thonë një fjali, apo një amanet, pas ka tregu edhe atë cilin e ka thonë, tash i përshtatët ty në kohërave. E pas kanë pyti, pas kanë thonë, ku është Islami edhe muslimant? A i përgjigjet të komorë një ditë, që Islami ka me mbet në libra, e muslimant nuk do të ekzistojnë mbi tokë, po do të jenë në ndhej. Pyetja tjetër që është përgjigj para se me ndru jetë, ka thonë, ku është temeli fesë, edhe çka shkatërron fenë? Ka thonë temeli fesë, rronja fesë, rronja, të kërtojtë na me rronja koke, me temel. Temeli fesë, ka thonë, është pastërtia e shpirtit dhe zemrës. Me bova ki shpirtin dhe zemrën me e smu, jo në kuptimin e smujës të zemrës, që smuhen zemrat materialisht, po shpirti, ka thonë, vdekja e Islamit është kur njerëzit i japin përparësi kajtës. Lakmia shkatërron, gjithçka çka është fetare, lakmia nuk e pranon. Edhe lakmia është kancer i fetaris. Allahu na mbroft edhe na lehtësoft ja Rabbi. Edhe e pan pyetje thot, a thu vallë në ato kohë na, a mos i kam i nxon gjumi këta musliman? A dhe që shpërgjigjet,
thot sa kisha pas dëshirë me i nxon gjumi, sepse njeri kur është në gjumë me trazu, zgjohet. Me thonë, hej, qu, a i qelë sytë. A më thot, kër njeri unë e vdekt, qka dush me i kërsit, ato prej agonizë vdekjes nuk mund është me qu. E këto e ka thonë. Edhe këto jenë emanete, e inshallah Zoti na zgjan. Nëse jena në gjumë, Allahu na zgjan. Po me bova ki zemra tona me na vdek, atër vaj halli e mirë mileti, e vaj halli e na lëtsoft Allahu, e na drejtoft edhe na udhëzoft. Mirë po njësen dine, se të qëndruarit në këto kohë, me drejtësi, me barazi, edhe me jamojt anën së vërtetës, pavarësisht fuqia në dorën e kujdo që është sët, ti ki privilegj tek Allahu, ti do të me pyet veten me kënje, sikurse ai bubreci i vogël që kena shpjeguar edhe tash është tema për Ibrahimin a.s. Pyetja, ka thonë unë e di që me këtë kufën tam, llogarit e bubreci sa është i vogël, e sa ka kufën e vogël, ka thonë unë e di që s'më me e fik zjarrin e Ibrahimit. Mi po ka thonë me këtë veprimin tam du mi kallzu Allahut me kën jam. Me kën jam. E shumë është më rëndësi, ti me këtë kurban, me këtë fetari, me këtë përkushtim, ti edhe unë dhe gjithë, na me i kallzu Allahut me kën jena. Allahu na e pranoft, se me na e pranu Allahu, atër Allahu na të regon se vërtet me Allahun jemi, me pejgamberin e ti, edhe me besimtarët në rrugën e ti. Zotë e na falt, e na udhëzoft, e falënderi shumë për vëmendje, e Allahu kabul na e boft. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vllazën thot Zoti me Kur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. تلوتم Zoti jon që të na ruaj Islamin në trojët tona, na ruaj imanin në zemrat tona, na ruaj këtë pastërti, këtë udhëzim, këtë hydajet, këtë mundësi të artë për të adhuruar në trojët tona etnike, na mbrojsh këtë lirije, këtë garanci, e këtë stabilitet, edhe të njëjtën kohë zemrat tona të përgjumosura të na izgjash. E runa Zot nëse në kanë vdek, atër me rahmetin tën o i madhi Zot na trajtofsh. Vllazën thot Allahum me Kur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësoni dhe mos u dobësoni, ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Na sot e 26 vjet e kena kohën që jemi dopi lufte. Edhe sot e 26 vjet, na që kemi përjetu, shumica ju në absolute kam përjetu, edhe në Ramazan, këse në Bajrame, po edhe në Ramazan, po sidomos në Kurban Bajram edhe në Fitr Bajram, kemi nostalgji të hidhura prej atyre ngjarjeve në të cilat kemi kalu. Po ata të cilat janë duke i përjetu tash, ku na sot jemi në sigurie, në garancie, në lirije, e jena në mirëqenje të plotë, i prejna kurbanat, e i qkepu me disa pineve nuk i pranojnë, se thuj nuk e hojna mishene, disa të tjertë, do më thonë, nuk gjeni ku me nalë për hirtë Allahot e me festu, po lypë dhe dalin në përdete. Kërkush nuk o kundër pushimit dhe arktimit halal, po duhet me ditë kuha kur është vene, e jo vllazën mu qupesh, se Allahu dhul gjelal këtë gjendje mundet me në ndru. Na kemi harru, se që kemi hek për më orë deri këto, e sot për një interes të thjesht, të letë, që gjithë shka në dorën Allahut, sa s'qel e mshel cyt t'i merë Zoti, qysh t'i ka vonë këto mundësi, i ke bo shpije, banese, dyqane, kerre, ka bo shqiptaria sot, msaltanat, e pasuni, e mundësi, sa kur s'ka posë e 150 vjetë. Mirë po vllazën, edhe ata i kanë posë, e sot nuk i kanë. Sepse ndrohen rolet. A din kur nuk mundën me ndru? Kur na jemi bëmirës
edhe të njëjtën kohë jemi besimtar që adhurojmë Allahun dhe i ikum haramit. Zoti na e lehtësoft edhe na ndihmoft, e faleminderit shumë. Edhe një herë ju rikujtoj me fjalën e Allahut: wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni dhe mos u dobësohuni se ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar. Para se me zbrit edhe me thirrë kametin, ata të cilët dojnë me na ndihmu që mu përgatit me bo peletin munën me na ndihmu prap, sot e kemi fillu me postoqi, e inshallah Petriti prap del të postoqia atje, edhe për të mirën tonë kemi se sahura vjen dimni, e vallohi neve as nuk mundet me na e dhonë kërkush nëse nuk organizohemi na vetë. Prandaj une pe marr doon guximin me u kuq para juve, po na kena një rend shtëpiak të përbashkët, e për këtë arsye besoj që tashmë e dini se është i njohur, prandaj me juve, me centat e juj, edhe mirë mbojna, po me emër të Allahut edhe i rrimi gati këtij veni edhe këtij objektit ton. Qofshi të bekum, faleminderit shumë, gjithçka është me vullnet dhe me dashni, e inshallah i madhi Zot na e pranon këtë sakrificë, ja Rabbel Alamin. Wa qimus salah.